Ministri i Mbrojtjes Spiro Vengu ka ndarë pamje nga stërvitja e regjimentit të Kombësarësisë së Veriut, i cili ka vijuar përgatitjen intensive edhe në ditët e para të vitit të ri. Në pamjet e publikuara nga Ministri Vengu, vrehen forcat armatosura shqiptare duke u stërvitur në zona malore dhe hyjore, duke krijuar situata të ndryshme rreziku, si pengmarrja. Po ashtu, vihet re përdorimi i armëve dhe municioneve në dispozicion të forcave të armatosura për realizimin me sukses të misioneve. Në të njëjtën kohë, Ministria e Mbrojtjes parashikon ngritjen e qendrës së re operacionale të batalionit 3 të regjimentit të Kombësarësisë së Veriut në ambientet e ish repartit ushtarak në Mollës. Ky repart ka shërbyer më herët si garnizon dhe depo ushtarake, si dhe ka patur një rol të rëndësishëm gjatë luftës në Kosovë, ku janë zhvilluar stërvitje të forcave të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Sipas planit afatmesëm të Ministrisë së Mbrojtjes, objekti do t'i nënshtrohet një rikonstruksioni të plotë për të akomoduar një batalion të plotë kombësarësie, duke zgjeruar kapacitetet e regjimentit të Veriut. Aktualisht në Burel operon një kompani e plotë, ndërsa synimi është rritja me rreth 30% e forcës aktive, shumë fishimi i kapaciteteve dhe krijimi i njësive të para të forcës rezerviste. Pavarësisht degradimit dhe braktisjes ndërvite, tashmë është miratuar masterplani i zhvillimit, i cili parashikon një ndërhyrje tërësore infrastrukturore. Projekti synon një investim të qëndrueshëm, funksional dhe efikas për përmbushjen e misioneve operacionale. Struktura e re do të akomodojë rreth 648 personel, nga të cilët 401 efektiv aktiv dhe 247 rezervistë, të shpërndarë një sipërfaqe prej rreth 366 hektarësh. Territori ofron kushte të përshtatshme për stërvitje, akomodim, aktivitete sportive e rekreative, si dhe për ndërtimin e poligonëve dhe terreneve ndihmëse. Projekti parashikon ndarjen e repartit me 3 zona funksionale, administrative, logjistike e mbrojtëse, si dhe zonën e jetesës dhe stërvitjes, duke krijuar një garnizon modern në përputhje me standardet bashkëkohore të forcave të armatosura shqiptare.